Përshëndetje të gjithëve. Kush e mban mend vrapin drejt pasticxerisë për këto kulaçka? Sot rikthejmë shihen e fëmijërisë me kulaçkat 10 lekëshe të viteve 90. Janë të thjeshta, të shpejta, plot ngjyra ashtu si dikur. Fillojmë me përgatitjen e recetës. Këtu kam përgatitur të gjithë përbërësit. Fillojmë nga puna. Kam marrë fryrës për ëmbëlsira në vend të vaniljes, kam haruar. Fillojmë me përgatitjen e brumit. Shtojmë në tas një vezë. Këtu është më pak se gjysmë gote me sheqer, gotat që po përdor janë 200 ml. Një filxhan kafeje me vaj ulliri, nëse dëshironi, mund ta përgatisni dhe me vaj gjelle. Gjysmë gote me qumësht. Fillojmë t'i përzijmë të gjithë përbërësit e lëngësht. Shtojmë një pustinë me vanilje, një të kapur të gishtave me krip, vazhdojmë përzierjen. Këtu kam mielin, zakonisht këto biskota marrin diku te 300-350 gram miell, ose e matur në masa kuzhine 3 gota e gjysmë me miell. E shtoj mielin gradualisht, duke parë dhe konsistencën e brumit. Që kur ka lindur Reo, unë asnjëherë nuk e kam pirë kafe në ullur, por gjithmonë në kuzhinë duke gatuar, ose duke u marrë me punët e përditshme. Megjithatë, edhe kështu kafja mua më shijon shumë. Vazhdojmë të formojmë brumin. E shikoni, është një brum tepër i butë, nuk ngjit në përduar dhe është fiks për të përgatitur kulaçkat. Me një rule hapim petën me diametër 5-6 mm. Me një formë nga këto të biskotave, formojmë kulaçkat. Brumin që ngelet natyrisht që do e mbledhim sërish brum dhe do përgatisim kulaçkat e tjera duke i dhënë të njëjtën formë. Jo vetëm njëherë mbledhim brumin, por aq sa brum të keni. Pasi i vendosëm biskotat në tavë, i keni gati për të pjekur. Pjekja gjithmonë varet nga furra juaj, diku tek 180 gradë për 15 minuta. Ja dhe kulaçkat e pjekura duken perfekt. Duken të bardha brenda, por janë të kulluara. I kemi lënë të ftohen. Është momenti për të përgatitur glazurën. Unë këto kulaçka do i përgatis me glazurë të kuqe dhe të verdhë, por mund t'i përgatisni me çfarë do lloj ngjyruesi që keni ju në shtëpi. Filloj me përgatitjen. Me që do përdor 2 ngjyra, do e ndaj në 2 pjata. Shtuam 2 lugë me sheqer pluhur dhe nga një majthike ngjyrues ushqimor, edhe të kuq, edhe të verdh po përdor unë. Ujin e edhim shumë pak, duke parë dhe konsistencën. Duhet të jetë një masë kremoze ashtu sikurse edhe mjalti, që glazura të dalin e errët dhe të mos shpërndahet shumë mbi kulaçk. Gjithmonë veprohet me sysh, shumë pak, me pika mund të them që i shtohet ujë. Mund t'i shtoni edhe qumësht, mund t'i shtoni lëng limoni, si ju të keni dëshirë, por edhe me ujë fare mirë bëhet glazura. Është momenti për të zhytur të gjitha kulaçkat në glazurë dhe t'i vëmë sërish në tavë që të na thahen. Edhe me glazurën e verdhë, dhe i lëm të thahen për disa minuta. Të dashur miq, këto ishin dhe kulaçkat tona për sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo recetë dhe t'i provoni edhe ju në shtëpitë tuaja për t'i dhënë një gëzim të ëmbël fëmijëve apo nipërve dhe mbesave. Mos harroni të bëni subscribe për më shumë receta të tjera. Shihemi në videon e radhës.